Mirë, le të fillojmë të heqim qokun tani. Për të hequr qokun na duhet një kaçak vidyll ose pllakatuçe. Varet se tjetë vita brenda, një çelës alen e natyrisht një çekan. Tani ka një vidu brenda që për të zbërthyer vidin duhet të japim forcën e majta në të djathtë. Andaj nga mbërthehen vidat e tjera, kjo zbërthehet. Edhe për të mbërthyer pastaj na e djatha në të majtë, në të kundërt. Edhe fillojmë të heqim vidin. Këto janë çik vështirë për të hequr, por inshallah mos ka zënë ndrysh kështu. Mirë së përthyje që. Pastaj mbërthejmë çelësin alen këtu. Tani këtu do një goditjet me një hershme që të sakta dhe të me një hershme. Po kini kujdes më kërse na fytyra kjo, se dalin një herë. Kini kujdes, që u zbërthyet. Tani le t'i vejmë një qokë të ri. Edhe vini prapë të çelësin alen, no? Në që në të godisim që nga krau tjetër, është të ngohet që. Ok. Tani le t'i vejmë edhe vidin. Si që thamë, për të mbërthehet në krahun e kundërt, nga e djatha në të majtë. Ky është ndërimi i qokut. Ju falenderoj për shikimin. Miru pafshim në videon tjetër. Qofshi mirë.